Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për disa raca macesh dhe majmunësh. Në llojet kryesore të racave të maceve që mbahen në shtëpi, hyn persianet. Kjo është një nga racat më popullore të maceve në botë. Macja persiane është shumë leshtore dhe dembele. Ajo është një mace aristokrate e cila si racë e pastër gjendet rrallë. Ekzotiket. Macet ekzotike renditen për nga populariteti pas maceve persiane. Këto mace janë ndër më të mirat për t'ju bërë shoqëri në prehër. Maine kon. Kjo është një mace goxha e madhe nëpër masa dhe e ka origjinën nga Amerika. Ragdoll. Raca ragdoll është shumë e këndshme, mëson shumë shpejt dhe ngjan shumë me një qenë për nga sjellja dhe zgjuarësia. Flokshkulltra britanike. Kjo mace është më e famshmja në Britani. Ajo është e dashur, e qetë dhe është e përshtatshme të mbahet nëse keni edhe kafshë të tjera. Abisinianet. Macet e racës abisiniane janë të bukura, të zgjuara dhe të shkatta. Ashera. Ashera është një nga macet më ekzotike shtëpiake në botë. Ashtu si macet e Bengalit, ajo rrit fillimisht nga leopardët aziatik. Është shumë e madhe se macja e zakonshme shtëpiake, kështu që mund të arrijë një lartësi prej 1,5 metra, si dhe një peshë midis 12 dhe 15 kg. Ashera është një racë jashtëzakonisht e rrallë dhe që nga viti 2006 janë shitur vetëm 100 mace të kësaj race. Savana. Është interesante të theksohet se është e ndaluar kjo mace në disa pjesë të botës, përfshirë disa vende në Amerikë, sepse nuk konsiderohet si mace shtëpiake. Savana vlerësohet për nivel të ulët të pjellorisë. Macja e Bengalit. Macja e Bengalit është një nga racat më të njohura të maceve në botë. Është specifike për shkak të strukturës së saj muskulore, syve të mëdhenj të rumbullakut dhe ngjyrës së qimeve në nuanca të ndryshme, duke përfshirë ngjyrën kafe, argjend, gri, të zezë ose të bardhë. Këto mace energjike, ndryshe nga të tjerat, e duan ujin dhe janë shumë lozonjare. Macet e Bengalit janë të ndaluara me ligj si kafshë shtëpiake në New York, Seattle dhe Hawaii. Macja sfinksi është një nga racat më ekzotike dhe është racë e pastër. Është vështirë të gjendet. Ajo njihet për pamjen e saj mbreslënse, por ndryshe nga macet e tjera, lëkura e saj është e ndjeshme dhe kërkon një shampo të veçantë dhe larje të rregullt. Macja persiane. Kjo mace është e njohur për fytyrën e saj të sheshtë dhe faqet e saj të polake. Kjo mace mund të ketë një larmi ngjyrash. Macet persiane janë të relaksuara, kështu që mund të flojnë deri 20 orë në ditë dhe nuk janë aq lozonjare sa llojet e tjera të maceve. Tani do të shkëputemi nga racat e maceve dhe do të flasim për majmunin uluritës me mantel. Majmuni uluritës me mantel është një lloj majmuni vendas në botën e re, veçanërisht në Amerikën qendrore dhe jugore. Është një nga llojet e majmunëve që është parë dhe dëgjuar më së shumti në natyrë në Amerikën qendrore. Emri i tij manteli është për shkak të qimeve të gjata që janë në anët e tij. Ky lloj majmuni uluritës është një nga majmunët më të mëdhenj në Amerikën qendrore, sepse është vërtetuar se meshkujt mund të peshojnë deri në 9,8 kg. Është vërtetuar gjithashtu se është i vetmi majmun i Amerikës qendrore që ha sasi të mëdha gjetesh, për të cilat ka zhvilluar disa përshtatje që e lejojnë të tresë këtë dietë të veçantë,
sepse gjethet janë të vështira për t'u tretur dhe japin më pak energji se sa shumica e ushqimeve të tjera. Përveç kësaj, majmuni ulëritës e kalon pjesën më të madhe të ditës duke pushuar dhe duke fjetur. Majmunët ulëritës me mantel meshkuj kanë kocka hioidale të zmadhuara. Kjo do të thotë gjithashtu se ata kanë një kockë të zbrazët të vendosur shumë afër kordave të tyre vokale, gjë që i lejon të përforcojnë tingujt e thirrjeve të bëra nga meshkujt, për shkak të të cilave ata kanë marrë dhe emrin ulëritës. Ulërima është ajo që bën të mundur që këta majmun të gjejnë njëri tjetrin pa pasur nevojë të harxojnë energjitë e tyre duke bërë lëvizje ose duke rrezikuar një mosmarrëveshje fizike. Pamja e ulëritësve me mantel është shumë e ngjashme me atë të majmunëve të tjerë ulëritës të gjinisë Alouatta, përveç ngjyrës së tyre. Është vërejtur se pesha mesatare e trupit të majmunit ulëritës me mantel mund të ndryshojë ndjeshëm nga një popullat në tjetrën që gjendet në vende të ndryshme. Truri i një majmuni ulëritës të rritur peshon afërsisht 55.1 gram. Makakot janë në thelb raca majmunësh frutëngrënës, megjithse është e mundur që ata të përfshijnë thara, gjethe, lule dhe lëvore pemësh në dietën e tyre. Dhe disa, siç është rasti i makakut që ha gafore, ushqehen edhe me dietë me jo vertebror dhe her pas here me vertebror të vegjël. Këta majmun makako bëjnë një gjini të majmunëve të botës së vjetër. Makakot mund të mbijetojnë në një shumëllojshmëri të gjerë mjedisesh ose habitatesh në të gjithë kontinentin aziatik dhe janë shumë të adoptueshëm. Një karakteristikë e kësaj specie majmunësh është se të gjitha grupet shoqërore të makakove janë të organizuar rreth femrave dominuese. Ata gjithashtu kanë mësuar të bashkëjetojnë me njerëzit dhe janë bërë një specie pushtuese në disa plazhe të banuara nga njerëzit, si ishulli i Mauritius dhe parku shtetëror Silver Springs në Florida. A rezulton se ky lloj majmuni është kthyer në një kërcënim për ruajtjen e mjedisit, por nuk mjafton me kaq, sepse përbëjnë një kërcënim edhe për qenien njerëzore. Ata janë bartës të sëmundjeve që transmetohen te njeriu dhe që gjithashtu ato mund të jenë dëgjeprurse. Aktualisht, menaxhimi i makakove si specie pushtuese është bërë nëpërmjet zbatimit të disa metodave të kontrollit. Përveç njerëzve, makakot janë gjenia më e përhapur e primatëve në planet, pasi mund t'i gjejmë nga Japonia në kontinentin indian dhe në rastin e makakut barbar, duke kaluar nëpër Afrikën Veriore dhe Jugore. Kimet e këtyre majmunëve janë zakonisht një përzierje ose gradient nuancash nga kafe në të zezë dhe fytyrat e tyre kanë një profil të rrumbullakosur. Bishti i tyre ndryshon në varësisë të specieve në fjalë, i cili mund të jetë i gjatë, i moderuar, i shkurtër ose mund të mos kenë bisht. Majmuni kapucin me fytyrë të bardhë. Majmuni kapucin me fytyrë të bardhë ka marrë gjithashtu emrin e kapucinës me kokë të bardhë panameze, ose kapucin me fytyrë të bardhë të Amerikës Qendrore. Është një lloj majmuni me madhësi mesatare dhe me emrin e tij tashmë do ta dimë se është vendas i botës së re, i përket familjes Cebidae. Ky majmun është vendas në pyjet e Amerikës Qendrore dhe është një specie që është shumë e rëndësishme në ekologjinë e pyjeve për shkak të rolit që luan në shpërndarjen e farave. Falë kinemas, ky lloj majmuni është bërë shumë i popullarizuar në media, veçanërisht në Amerikën e Veriut.
për shkak të paraqitjes së tij në serinë e filmave pirates. Majmuni pygmy marmoset. Majmuni pygmy marmoset është një specie me përmasa të vogla që i përket botës së re dhe është vendas në pyjet tropikale të kufirit perëndimor të Amazonës në Amerikën e Jugut. Ky është lloji i majmunit që karakterizohet se është më i vogli dhe është gjithashtu një nga primatët më të vegjël në planet, me peshë rreth 100 gram. Zakonisht, habitati i tij mund të jetë në pyjet e gjelbra të xhunglës, veçanërisht në brigjet e lumenjve, dhe megjithëse duket e çuditshme, dieta e tij është shumë specifike, sepse është gomingrënës, që do të thotë se ushqehet me pemën e gomës. Këta majmun jetojnë në grupe të qëndrueshme të përbëra nga 2 deri në 9 individ, të cilët përfshin një mashkull alfa ose mbizotërues, një femër që vepron si një riprodhuese deri në 4 pjellje të njëpasnjëshme. Numri normal i grupit standard të qëndrueshëm është 6 individ. Ky lloj majmuni është i shoqërueshëm dhe i pëlqen jeta familjare. Është e vërtetë që shumica e grupeve përbëhen nga anëtar të së njëjtës familje, por është gjithashtu e vërtetë se ata janë të hapur për të përfshirë 1 ose 2 anëtar të tjerë të rritur. Kërcënimet më të mëdha aktuale janë shpyllëzimi. Kjo gjë çon në humbjen e habitatit të tyre dhe tregtimi i tyre si kafshë shtëpiake. Majmuni të marin me barkë të kuq. Titi me barkë të kuq ose majmuni titi i errët është një nga llojet e majmunëve të botës së re. Ai ndodhet në Brazil. Koka e tij është e rrumbullakosur dhe ka një qime të trashë dhe të butë. Zakonisht merr një qëndrim që është karakteristik për ta, me trupin dhe gjymtyrët të përkulura dhe bishtin të varur poshtë. Trupi i këtij majmuni është 28 deri në 39 cm i gjatë dhe bishti i tij është 33 deri në 49 cm. Është një kafshë e vogël që mund të lëvizë shumë shpejt nëse është e nevojshme, por këtë gjë e bën shumë rrallë. Sjellja e tij tipike është që qëndrojë në një zonë shumë të vogël dhe dieta e tij bazohet kryesisht në fruta, insekte, merimanga, zogj të vegjël dhe vezëzojsh. Ky majmun lëviz i çiftëzuar ose në grupe familjare, pra është një kafshë shoqëruese. Ata arrin të kenë një komunikim mes individëve të grupit, fal faktit se dominojnë një receptor të gjerë tingush. Gjëja normale është se nga çdo lindje, fëmra lind vetëm një të vogël. Këta majmun kanë veshë relativisht të mëdhenj, në shumë raste të erësuar nga gëzofi në njërin anë të kokës. Ata kanë një septum të gjerë të brendshëm në hundë dhe vrimat e hundës hapen anash. Mund të ndodhë që te të rriturit gëzofi në shpinë të jetë gri, i kuqeremt ose kafe. Është normale që shirita të zinj ose të bardhë të gjenden në ballin e tyre. Ky model ngjyrash është i dukshëm si te të rriturit ashtu edhe tek të rriturit. Majmuni kapucin i Misrit. Këta lloj majmunësh kanë habitatin e tyre në një larmi mjedisesh të ndryshme, duke përfshirë pyjet me lagështi tropikale dhe subtropikale, pyjet e thata dhe pyjet e trazuara ose dytësore. Ashtu si racat e tjera të kapucinëve, ata janë kafshë të shoqërueshme, shumë social dhe bashkëpunojnë në grupe me 8 deri në 15 individ, të kryesuar nga një mashkull alfa dhe dominues. Majmuni i Misrit është më i fortë se speciet e tjera të kapucinës. Ai ka flokë më të trashë dhe një bishtë të gjatë dhe shumë të trashë.
Ai gjithashtu ka një tuf flokësh të gjatë dhe të ngushtë në ballë që duken sikur janë paruke. Ngjyra e gëzofit të këtij majmuni është gri në kafe, por në bark kjo ngjyrë është më e lehtë se sa pjesa tjetër e trupit. Falë kinemas, ky lloj majmuni është bërë shumë i popullarizuar në media, veçanërisht në Amerikën e Veriut, për shkak të paraqitjes së tij në serinë e filmave pirates. Majmuni tamarin me maj pambuku. Tamarina me kokë të bardhë është një majmun i vogël i botës së re. Ky majmun ka një jetësi deri në 24 vjet, por në kushte natyrore zakonisht rron deri në moshën 13 vjeçare. Është një nga primatët më të vegjël. Tamarina me maj pambuku identifikohet lehtë nga flokët e gjatë të bardhë, të cilat shtrihen nga balli deri tek supet. Habitati i tij është në kufijtë e pyjeve tropikale dhe në pyjet dytësore të Kolumbisë Veriperëndimore. Ai jeton në pemë dhe është një racë e sjelljes ditore. Ushqimi i tij është i shumëllojshëm, sepse përbëhet nga eksudate insektesh dhe bimësh, si dhe është balancues i ekosistemit tropikal, sepse një nga aktivitetet e tij natyrore është shpërndarja e farave në mjedisin tropikal. Lloji i komunikimit që ekziston midis majmunëve me kokë pambuku është shumë i specializuar dhe tregon se ata zotërojnë strukturë gramatikore. Aktualisht, për fat të keq, është renditur si një specie e rrezikuar në mënyrë kritike. Ky majmun është një nga primatët më fantastik në botë. Ekzistojnë lloje të shumta majmunësh që grupohen në kategori të ndryshme sipas karakteristikave të tyre. Majmunët e botës së re dhe botës së vjetër kanë dallime domethënëse në habitatin dhe sjelljen e tyre. Marmoset pigme është një nga majmunët më të vegjël, ndërsa mandrilla është një nga majmunët më të mëdhenj.